Në mbrëmjen e 10 majit 1992, grupi nxënësve të shkollave të mesme të Tiranës, fitues të konkursit në gjuhën frenge, mbritën qytetin mikpritës të Marseilles e përshëndetën Bonjour Marseille. Des gouttes salées ont déchiré l'étrange pâleur d'un secret. Ah, pourquoi ces mots si fort, si chaud, qu'ils gémissaient sur ta peau, te font l'effet d'un couteau, et tu recherches dans le vase. Mirarg. Ky do të jetë vend qëndrimi i tyre. Një kamping mes gjelbërimit disa kilometra larg Marseilles. Në fillim dëshpërohen pak. Duan jetën e qyteteve të mëdha me dritë e zhurmë, sepse vijnë nga errësira, nga heshti. Po këtu për ta do të jetë vetëm shlodhja, gjumi. Prej këtu do të startojnë çdo ditë, drejt bukurive të këtij vendi. Tundimi 10 vjeçare bën emocionus këtë kontakt të parë me Evropën. Mbresa të mëdha të papërsëritshme, që nuk duhet harrohen, do të mbushin fletët e ditarëve. Mikpritësia jonë Marseja është befasuese me kontrastet e saj. Ky është port i vjetër, një gjë i mbrojtur nga dy kulla mesjetare në hyrje të tij, përreth ndërtesa të lashta të një arkitekture të rrallë. Marseja nuk është vetëm një port i madh, por edhe qyteti që zë një vend të nderit në historinë e Francës dhe në kulturën e saj. Nga çdo pikë e këtij qyteti të madh me rreth 1 milion banor, tërheq shikimin e çdo vizitori katedralja Notre-Dame de la Garde, e ngritur në këtë pikë dominuese më 1864, në vend të një kishëze dhe një kulle me sahab. Statuja në majtë saj e quajtur Nëna e Mirë u vendos në majën e katedrales më 21 qershor 1931. Ajo është 10 metra e lartë dhe e larë e tera në arë. Prej këtu vështrimi përfshin tërë qytetin, valzimin e tij nëpër kodra dhe buzdetit kaltër. Një mrekulli njerëzore. Në sytë e këtyre të rinjve do të mbetet i pashlyeshëm imazhi i saj. Mjedisi i brendshëm i katedrales është një mrekulli tjetër. Paqja dhe mirësia mbush shpirtin tonë të trazuar e na kujton mëkatin ndaj fesë e ndaj artit kushtuar asaj. Ajri që lëkund flakën e qirinjve freskon më shumë shpirtin se trupin. Në këtë qytet këta të rinj shqiptarë vinë jo si refugjatë të dëshpëruar, por si njerëz të lirë, të një vendi të lirë.
Vi nga një vend I varfër, I lodhur e I raskapitur, por janë I brez me tjetër fat, me tjetër të ardhme. Frederiku do të na shoqërojë këto ditë të qëndrimit tonë në këto odiset të këndshëm, dhe komunikimi me të është I lirshëm dhe ne ndjehemi si në shtëpinë tonë. I shtrirë në fushë dhe I mbuluar me gjelbërim, qyteti Aix-Provence është pothuajse I padukshëm. Rrepet e mbushin me gjelbërim këtë qytet që na kujton atë dheun tonë. Njerëzit lëvizin të qetë. Gjithkush ka lirinë e tij që si adhunon kush, ka botën e tij që si ndërhyn kush, ka mendimet e tij që si imponon kush. Kulturën dhe edukatën qytetare e ndesh kudo. Tregu mbetet kurdoherë kurresht e jonë. Ky bollek e kjo bukuri e këtij supermarketi është marrëmendse. Pamje të tilla na e bëjnë më të dhimbshëm në mjerimin ton e më të fortë protestën. Ne qarkullojmë nëpër to si në një ekspozit. Na bën të harrojmë disi këtë ndjenjë takimi me Nestin, që me sakrifica vazhdon studimet këtu për mbrojtje doktorate në fushën e ekonomisë së tregut. Bashkëjetesa me gruan e tij Imelden dhe djalin e tyre Kevin ja rëndon jetën, por I lehtëson shpirtin. Takimi jashtë me një bashkëdhetar sado I panjohur qoftë është I gëzueshëm e intim. Valët e eksodeve kanë nxjerrë në këto brigje edhe refugjat shqiptar. Me të mësuar mbritjen tonë, ata erdhën e na takuan. Menjëherë u bën pjesëtar të grupit tonë. Na duken si të njohur të vjetër. Mallin për të afërmit nuk e fshejnë dot. Disa janë rregulluar me punë e strehime, disa do të rregullojnë shpejt. Megjithatë, sepse të vjen keq për ta. Më shumë se sa për bukën e gojës, njeriu ka nevojë për bukën e shpirtit. E këtë, përveç se në vendin tënd askund tjetër nuk e gjen dot. Por u desh sakrifica e këtyre dijenve që të hapeshin portat e hekurta të Shqipërisë. Për këtë u themi faleminderit e mirukthefshin atë dheun tuaj. Refreni I ditëve të qëndrimit tonë në krahinë e Provancës janë rrugët. Çdo ditë një udhtim, çdo ditë një gjë e re dhe çdo ditë diçka tjetër. Fontaine Vetluos. Është një fshat turistik me arkitekturë të vjetër, por me mjedisje komode. Befasues është këtu një muze dhe një obelisk në qendër të fshatit kushtuar poetit të madh italian të mesjetës Petrarkës. Petrarka I madh ka jetuar pak kohë në këtë vend, e këtu ka shkruar poezitë e tij të famshme të dashurisë. Por ky obelisk, më shumë se sa poetin, nderon popullin francez. Si këta mullinj, gjithçka këtu është e ruajtur në origjinalitetin e saj. Ajo që ka ndodhur tek ne, që pothuajse çdo gjë e vjetër është shkatëruar, këtu do ta biste këdo.
Si kjo rrjedhë e pastër ujë që buron pak më lart mbas një guve, ka mjaft tek ne, por mungon dora e njeriu. Këta fëmijë mësojnë të argëtohen duke shfrytzuar kushtet e mjedisit ku jetojnë. Bashkia e qytetit Marsejës organizon një pritje për ne. Shefi i protokollit të kësaj bashkie përshëndet ardhjen tonë dhe uron forcimin e marrëdhënieve midis së dy vendeve tona. Et nous voulions vous dire combien nous étions heureux que vous soyez aujourd'hui à Marseille, dans cet hôtel de ville de Marseille, qui est un bâtiment qui a plus de 200 ans d'existence. Pastaj përshëndet edhe përfaqësuesi i ynë. Marrin pjesë drejtues e këshilltar bashkiak për rinin si dhe të rinj francez. Ndërtesa e bashkisë është e vitit 1653. Në hollin e katit të dytë janë të shkruar emrat e gjithë kryetarëve të bashkisë së Marsejës që nga viti 1790 e deri te kryetari i sotëm. Psikoza e fryrë se gjoja Shqipëria ka emër të madh në botë është një mashtrim. Këtu nuk din asgjë për Shqipërinë dhe mënyra me cilën e shprehin të mosnjohje gati të fyer. Duke përshkuar labirintin e rrugëve ku takëndat udhëtosh, kalojmë për brif fshatrave dhe qyteteve që nuk arrijmë të mësojmë dot asnjë. Cendre de lune, petite bulle de l'écume, poussée par le vent, je brûle et je m'enrhume. Entre mes dunes reposent mes infortunes, c'est nu que j'apprends la vertu. Je suis libertine. Nderimin për historinë karakteristikë të francezëve e shprehin këto mure të ruajtura mjaft mirë. Egmort quhet ky qytet i çuditshëm që ruan akoma fizionominë mesjetare. Turistë nga gjithë bota vinë e vizitojnë këtë qytet. Nga ky qytet u nisën disa nga kryqëzatat e shenjta drejt Jeruzalemit. Aimer c'est pleurer quand on s'incline. Je suis libertine. Je suis une catin. Kjo është statuja e mbretit Shën Luiq, themeluesit të qytetit, që u thoqi kryqëzatën e dytë e që vdiq rrugës. Këto toka dikur ranishte e djerë janë kthyer në plantacione vreshtash, e rrushi kthehet në vere shampanjë të njohura këto në të gjithë botën. Me rappelle que je suis ancien. Cendre de lune, petite bulle d'écume, perdue dans le vent, je brûle et je m'enrhume. Mon corps a peur, la peau mouillée, j'ai plus d'âme. Papa, ils ont violé mon Është jashtë çdo logjike të mendosh se mbi këtë lum ka qenë e vështirë të ngrihet një urë. Jo, por është diçka e veçantë dhe e këndshme kalimi i lumit të Ron në këtë tragedë. Qu'on me tienne la main. Mbi këtë kodër shkëmbore janë një vark ndërtesash me arkitekturë të lartë. Një kështjell natyrore tepër e vizituar nga francezët e huaj. Quhet Le Baux de Provence. Është thjesht një fshat.
Mulliri Dodes. Kështu quhet ky mulli i vjetër me erë për faktin se në këtë vend jetoi për pak kohë shkrimtari i shquar francez Alphonse Daudet, që jetoi rreth viteve 1840-1897, e vinte shpesh në këtë mulli dhe i frymëzuar nga tregimet e fshatarëve, shkroi një përmbledhje me tregime me titull Letrat e mullirit. Ky mulli është sot një monument kulture. Në muzeun pranë, vizitori njihet edhe me jetën dhe aktivitetin letrar të Dodes. Nderimi dhe kujdesi për historinë është një tjetër mesazh kulture që marrim nga Franca. Rrugët janë një mrekulli e këtij vendi. Më tepër se komforti i autobusit, të rehatshëm e bëjnë çdo udhëtim këtë rrugë. Stacioni televiziv i Marseilles fikson diçka për vizitën tonë. Një drek e përbashkët me të rinj francez, ku marrin pjesë edhe drejtues të rinisë së Marseilles, zonja Ginette Bonifacino, këshilltare bashkiake, zoti Jean-Max Trouillet, drejtori i rinisë së Bashkisë Marseilles e të tjerë. Megjithse mesdhetar, francezët janë të qetë e disi indiferent në marrëdhënie me të tjerë. Bisedat për Shqipërinë i dëgjojnë të heshtur. Shumica të rinjve francezë në këtë drek që kanë sjellë për të na njohur janë zezak. Ndoshta drejtuesit e rinisë duan ta tregojnë me këtë se këtu nuk ka dallim racial, ose kanë respektuar raportet demografike të qytetit, ku 1/3 e banorëve është me ngjyrë. Akvariumi është një vepër e mrekullueshme. Vallë, ne kemi zbritur në fund të detit, apo fundeti është ngjitur deri këtu. Espèce de McDonald's là. Oui. Pas ici, bah oui, mais il faut le faire, il faut le prévoir pour la prochaine fois parce que là. Shpesh kemët na çojnë andej nga e shtreg. Kjo është plaga jon, e duke lënduar na duket sikur e shërojmë, por përkundërzi. Jemi shumë larg. Duhen shumë vite për të arritur deri këtu, te këto që po shohin syt tan e që do të na mungojnë s'dihet edhe sa kohë akoma. Evropa është për ne një mirazh. Ky është qyteti Nîmes, nga më të lashti në Francë me këtë amfiteatër të madh antik. Më tepër se restaurimi nga ana e specialistëve, këto kryevepra të antikitetit i kanë mbrojtur vetë francezët me kulturën e tyre të lartë.
Kam vetëm një vend për jashtë. Është e diel dhe qyteti është krejt pa njerëz, pa gjallëri. Në çdo fundjavë francezët arretisen nga shtëpitë e tyre. Certains. Les villes sont plus intéressantes le soir. Vous serez, oui. Alors, Në shumë qytete që vizituam, pam përmendore kushtuar të rendve të luftës së parë botërore. Edhe kjo këtu është një e tillë. Në këtë luftë u vranë shumë njerëz, por edhe ata që shpëtuan nga vdekja mbetën të plagosur tër jetën. Në luftën e dytë dihet historia e këtij vendi. Për të takuar me banorët e zhdukur të këtij qyteti, shkojmë në Ponte du Gard. Kjo ure lashtë, gati shekullit të parë të erëson, është rreth 100 metra e gjatë. Është ndërtuar për kalim këmbësorësh e mjetesh në të dy anët e lumit Gard dhe pjesa e sipërme e saj është përdorur për kalimin e ujrave. Mjaft francezë kalojnë fundjavën këtu, freskojnë ujrat e pastra të lumit dhe pushojnë mes freskisë së gjelbërimit të pemëve. Elle a cassé. Elle a cassé quoi? Në kthim ndalojmë pak qaste në Avignon, vetëm në pjesën e lashtë të tij për të parë pallatin e papës. Gjatë periudhës së dy papatit, krahas së Romës, Avignoni ishte qyteti papës tjetër dhe ky pallati i tij. Si shumë vende të tjera historike, edhe këtu gjithçka ruhet me kujdesin më të madh. Ka qenë një ditë vërtet e bukur, por e lodhshme, që trupi se përballon dot e bie në një gjumë të thellë që të përkund në ëmbëlsinë e një shpirti të mbushur me gëzim. Moment që nuk i shpëton kamerës e që në këto çaste të transmetimit ndoshta shkakton humor. Nata ka rënë jashtë xhamave të autobusit. Marseja ka një pamje të bukur edhe natë.
Bon, ceux qui ont pris leur sac, après ils se... Shkojmë drejt Kanës. Është një varg qytetesh në jug të Francës, si një varg perlësh. Kana, Monte Carlo, Nica, me gjire plazhe të mrekullueshme. Mrekullit natyrës, por edhe të njerëzit. Kana është befasimi i madh për këto. Emri i këtij qyteti është i lidhur me kinematografi. Çdo vit zhvillohet këtu festivali ndërkombëtar i filmit. Pallati ku zhvillohet festivali është këto ditë zemra e qytetit. Aktor, regjisor, operator, piktor, gazetar nga gjithë bota mbushin mjediset luksoze të këtij. Ky njeri robot grumullon kurreshtar, një gjetje interesante për të fituar e për të jetuar. Në shfaqjet e filmave nuk mund të hyjë kushdo. Gjithçka kushton shtrenjtë. Edhe për një flet programi të shfaqjeve duhet paguash. Un centre d'information et de documentation, bibliothèque. La délégation d'élèves albanais
Comme je l'ai indiqué à M. Alliot, et j'ai pas eu le temps de voir l'ensemble de la classe, a été choisi pour son excellente pratique du français. Je n'ai pas compris encore, vous allez rentrer dans la salle, là, vous voyez, que... Ah, non plus, pas le bas. On va rester ici. On va rester ici ou on partait de suite Après, on va avoir les vacances de la poussée, c'est-à-dire une semaine après. Après, ouais. On va baisser les vacances. Oui, allez, je te ça. Alors, la caméra. Salut, c'est moi. Të rinjtë tanë marrin pjesë në një orë mësimi në një lice të qytetit Marseilles. Mësuesi nxënës befasohen nga niveli i njohurive të të rinjve tanë. Të rinjtë francesë din pak ose as pak për ne, kurse ne dim shumë për Francën. Kufizimet e sistemit kaluar kanë rritur interesin për botën dhe kanë zgjeruar kulturën tonë, sepse ne shqiptarëve jeta na kërkon më shumë se çdo kombi tjetër. Les gens venaient même de tirer les volets, les gens venaient faire du feu, quoi. J'ai vu ça dernièrement à la télé. On travaille tout le temps en équipe à l'étranger. Nous, c'est plutôt le soir, on attend le mot du soir. On nous a dit, vous êtes... Julieni, që tashmë na njeh mirë, bën një vlerësim pozitiv për Shqipërinë. Albanie. C'est bon, oui. Il n'avait pas la chance. Koha e lirë është mjaft e organizuar e mjaft argëtuese. Askush nuk endet kot në rrugë. Gjithkush merret me diçka që i jep kënaqësi e plotëson një pasion të tij. Më tepër kurioziteti se sa dëshira për të parë një shfaqje na shtyn që të ndjekim një shfaqje teatri në Marseille. Skena nuk ka asnjë konvencion. Il te fait savoir que tu peux prendre tes positions sur les hauteurs de Raquel. Grand Dieu. Hors de portée des canons, Son Altesse, le prince d'Hombourg, restera, suivant l'ordre formel. Cher cousin. Jusqu'au cœur. Jusqu'en plein cœur. Nathalie. Mbas shfaqjes, një takim i shkurtër me aktorët dhe një autograf për kujtim në ditarin tonë. Merci.
Pallati i Arteve të Bukura, kjo kryevepër e arkitektëve vendas, e ndërtuar në vitin 1869, mban brenda Muzeun e Natyrës dhe atë të arteve, ku janë ekspozuar veprat piktorëve dhe skulptorëve të Provancës. Këto vepra flasin për mjeshtër të mëdhenj në pikturë dhe skulpturë. Një çift i sapo martuar fikson pranë kësaj kryevepre këtë ditë të shënuar në jetën e tyre. Pasioni për të vizituar kështjellën If na shoqëroi gjatë të gjithë ditëve të qëndrimit tonë në Marseille. Mbresat e pashlyeshme të romanit Konti Monte Cristos të Alexander Dumas lidhen fuqishëm me skenat ku përshkruhet kjo kështjellë, drejt së cilës po shkojmë e që mbyll odisen e bukur të vizitës tonë në Marseille. Kjo kështjellë u ndërtuar mbi këtë ishull shkëmbor nga Francesco i parë në vitin 1516 si fortesë mbrojtëse. Në shekujt i pasuan ajo u kthye në burg, ku armiqtë të sundimtarëve e të pafajshëm, viktima të shpifjes, mbylleshin këtu dhe harroheshin deri në vdekje.
Në këtë burg të tmerrshëm qëndroi 14 vjet rresht heroi imagjinar Edmond Dantes i romanit Conti i Monte Cristo. Përshkrimi i kësaj kështilli nga Alexander Dumas është aq i përkryer sa heroi i tij e ka zhveshur rrobën imagjinare dhe emri Dantes është i shkruar përbri viktimave të tjera të këtij ferri si një i dënuar i vërtet. Më 1890 kështilla u hap për vizitorët, gjë që flet për qytetërimin, humanizmin dhe sensin demokratik të popullit francez. Vizitorë shumë të vijnë në këtë kështjellë nga mund të vështrosh edhe Marseille përballë. Një darkë lomtumiri. 2 javët e qëndrimit tonë në Francë do të mbeten të paharruar. Gjithçka që e bukur dhe e përkryer. Për 2 javë ishim larg varfërisë, dëshpërimit, politikës, larg gjithçkaja që na lodh çdo ditë e trondit shpirtin tonë, por nuk ndam dot mallin për të afërmit tanë dhe për atë dheun, forcën tërheqëse të cilëve e provon vetëm kur je larg. Pra nesër kthehemi në atë dhe.